Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrenjt, motra dhe vëllezër besimtar. Para ca kohësh ne mblidheshim për të pritur muajin e begatë të Ramazanit. Para ca kohësh ne baheshim gati për të hyrë në atmosferën e begatë të muajit të Ramazan. Para ca kohësh ne përgatiteshim dhe banim plane se si ta kalonim muajin e begatë të Ramazanit. Dhe tashma ne jemi në momentet e fundit të përcjelljes së këtij muaji të begatë, me të cilin u gëzuam sa vesh një Zot e din, e me të cilin morëm dhe dham, ndam dhe përhapëm mirësi dhe dritë nga drita dhe mirësia e Allahut Azza wa Jall. Ja ku jemi në momentet e përcjelljes së muajit të Kur'anit familart, dhe po ashtu ja ku jemi duke pritur hanën e re të një muaji të ri, i cili na sjell me vete një festë të madhe, një ditë për kushtimi dhe gëzimi, një ditë të madhe adhurimi, bamirësie, bujarie dhe vllazërie me njëri tjetrin, që na afron për herë më shumë me Zotin e gjithësisë, ashtu siç edhe muaji Ramazan e bani një gjatë të tillë. Ja ku jemi duke e përcjellur Ramazanin, që teksa e mendoj, më vjen ndërmend takimi i dy dietarëve të mëdhej nga koha e shkuar, që njeri i thoshte tjetrit, po ndahemi, i thoshte në mesin ton nuk ka kurrë ndarje. As vdekja nuk na ndan. E përtemja është për herë vend takimi ynë. E kështu është edhe me Ramazanin, muajin e mallnueshëm të Kur'anit, i cili së bashku me fjalën e Allahut Azza wa Jall, e librin e tij, do të ndërmjetësojnë për gjithë secilin prej nesh, inshallahu taala, nesër ditën e gjykimit. Ju përhajroj me rastin e Fitr Bajramit dhe ju dëshiroj çdo të mirë dhe bekim ju dhe familjeve tuaja, tokës tonë, qytetit tonë, mbar shqiptarëve kudo që janë, botës mbar, ummetit islam në veçanti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me zemër të mirë, Fitr Bajramin.